Ai mundet me naftu edhe 48 herë, çdo 48 orë, po si lidhje demokratike e Kosovës nuk kemi vota për ndryshimin e mënyrës së votimit. Ai që sot kemi mbledhur nënshkrimet e disa deputetëve, të cilat do të vazhdojmë t'i marrim disa prej tyre, sepse edhe koha ishte shumë e shkurtër në seancë plenare. Si deputet nënshkrues do të kërkojmë të hanën, do e dorëzojmë një kërkesë të zyra e rregullatorit të energjisë për anulimin e 2 vendimeve. Anulimin e vendimit për të hyrat maksimale të lejuara për operatorët e energjisë elektrike, e cila ka rezultuar në ngritjen e çmimit të energjisë elektrike në 16.1%, në mënyrë që të parandalojmë një valë të re të inflacionit dhe gjithashtu vendimin tjetër për detyrimin e 1300 kompanive për dalë në tregun e hapur, kinse në tregun e hapur, në tregun e lirë, në tregun konkurrues, i cili më lejoni t'ju informoj që nuk ekziston në Republikën e Kosovës. Po është e vërtet janë 19 operator të licencuar për tregtim me energji nga zyra e rregullatorit të energjisë, por nga ajo që jemi informuar nga shoqata e prodhuesve, rreth 200 kompani, të cilat kanë kërkuar të marrin, disa prej tyre kanë kërkuar të marrin oferta për furnizim me energji elektrike pas datës 1 qershor, ata kanë marrë një ofertë të vetme. Dhe a dini prej kujt? Prej Keskos, prej operatorit prej të cilit ata aktualisht furnizohen. Që unë bana përpjekje që me marrë në nënshkrimet edhe të deputetëve nga radhë e televizjes vetëvendosje, mirë po nuk patën mbështetje nga ana e tyre. Domethënë, thjesht u refuzova. Po tentoj që të përfshi sa më shumë deputet në mënyrë që domethënë t'i jap rëndësi kërkesës tonë dhe zyra e rregullatorit të energjisë të mund të mbështetet në kërkesën e deputetëve. Deri me tani ka marrë përkrahjen e Partisë Demokratike nga deputetët të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ishin deputetët e Nismas, të cilët e nënshkruan kërkesën, fatkeqësi e madhe, po e ndërlidh me konstituimin e kuvendit, që ne ende nuk jemi konstituu, të merremi me problemet të qytetarëve, të merremi me probleme që ballafaqohen bizneset në Kosovë, mirë po kemi një hall të vetëm, kemi hallin e lëvizjes vetëvendosjes se si ta vendos në kryet e kuvendit pa votat e deputetëve, kryetarët e parlamentit zonjën Haxhiu. Në qoftë se, sepse siç po shifet po shkojmë drejt një procesi zgjedhor, dhe në qoftë se shkojmë drejt procesit zgjedhor, unë besoj që flet votimi duhet të jetë tepër i thjeshtë. Ai duhet të jetë Kosova apo Albulena Haxhiu. Në qoftë se ka iniciativa të tilla, dhe besoj që tani kolegja do ju informoj për iniciativa për dërgu diçka, për dërgu lanë në gjykatën kushtetuese, që jep zgjidhje, domethënë ngarqit politik i cili është krijuar, natyrisht që ne analizojmë landën dhe jemi për zhbllokimin e situatës. Nuk e kemi bërë për protagonizëm, e kemi bërë thjesht që të gjejmë zgjidhje në këtë situatë dhe për neve fare nuk është më rëndësi se kush na fton dhe ku na fton. Në qoftë se janë prezente të gjitha partitë, ne do të jemi aty.